votuesi është i tradhtuar. Rezultati i parë, efekti i parë i kësaj krize, i këtij ngërçi, është që në Kosovë do të ketë abstenim në zgjedhjet e ardhshme. Kur do që mbahen ato? Sepse thjesht votuesi është i tradhtuar. Është i tradhtuar sepse ata kanë votu pa incidente në numër bukur të konsiderueshëm. Numër i konsiderueshëm ka qenë që kanë dalë. Nuk ka pasur incidente, eksese dhe klasa politike jo që nuk kanë gjendje ta bëjë qeverinë, por nuk mundet asnjë një çështje që gjysmë teknike dhe gjysmë politike ta çojë përpara. Ka dalë. Me lazim, a është votuesi i tradhtuar gjithësisht se s'është bashkëbardhëzi, sepse votuesi i LDK-s, simas çfarë po na thotë LDK-ja, ju ka thonë unë të votoj ty vesh nëse ti s'hen në koalicion me vetëvendosjen. Domethënë, çaj votues. Kjo interpretim që e bën LDK-ja. Domethënë s'është e vërtetë. Nuk besoj. Ti nuk besoj. Personalisht nuk besoj, por ata e kanë, mendoj që e kanë justifikim do të thotë. Nuk jam i sigurt se derisa zoti Kurti i ofron, edhe na kemi thënë që ana neve vetë qeverismi, po s'ka dhon. Por zoti Kurti drejtohet LDK-s. Duhet të them edhe një gjë. Oferta nuk ka qenë shumë krejtë sinqert. Nuk jam i sigurt që ka qenë. Unë besoj që zoti Kurti vërtet e ka dashur atë. Po besë e sinqert unë. Por mënyra si e bë, edhe formulimet në letër, edhe forma letra nuk bëhet koalicion me letër. Edhe brenda ka pasur formulime problematike, të cilat e vinin në pozicion qesin letrat, bisedojnë programin, drejtimet, kushtet, krejt. Pse duhet ajo letër përpara të bëhet publike se sa të shkojnë në dorën e zotit Abdigji. Jo. Edhe ju ka dërguar e pastaj e bën publike.